Me disa lëvizje kohët fundit i kanë dezur komente drejt saj në rrjetet sociale. Në shënjestër ka qenë prej kohësh, sidomos që nga pjesëmarrja në Big Brother VIP. Prandaj është një nga ato personazhet që rubrika koment për koment është fiks për të. Grez Gashi rrëfet për të gjitha. Nga jeta private, vullneti, prapaskenat e Bigut e që besa ka dhe disa komente epike për Sarën e Drillonin. Unë jam mësu Angel prej serialit që shtu, kom pas komente edhe negative, edhe pozitive, edhe dyqysh nuk është që më ndikojnë shumë në personalisht. Po, ka njëherë, kur t'ullna, mami anisë dhe më thot, e lexova që të një koment, a e po isha këshin thonë, bre mam, qka këshin thonë, që është, po hajtë bre mam, leza, s'ka në pun tjetër, ata vish me shkru. Kështu që sështë që ndikojnë shumë negativisht e one, po normal ka dhe komente tepër brutale që s'ta mërmenja që është shkrupi dorës njerit, aji koment. Edhe, po të më ta kalzu një rast para se me anis mi ledzu komentet, po më shkru në dikush, ma kish bo, o zot gërdi po më vjen, kësi femre kur njët nuk kisha dasht me pas asë në shpi, zdi, mas keshtin bot, edhe ja ktheva. Edhe thashe, pse bre zemër, thash, pse pe mush vete me negativitet, edhe e shkryke aty në bio, bokser, thash, pse moj zemër për mush vete me negativitet, bokser, koke, iri, koke, graj për para mëse mush vete, ma ka këthy, o më falë se nuk e prita që ma këtën. Amo me boksera nuk po ta dojka, se edhe bege kena pa që s'ta doj me boksera. Nuk pasha zote. Jas ku dërejsh e jas ku dërejka. Nuk e di. Po get së mpidura. Amo, do më thonë një pjesë për këtyne kur ja u këthen edhe kur merë është me ta ndrojnë komplet qasë. Kretë komplet e ndroj. O më falë ta se prita që po ma këthen, po ti e ma e mira. Do më thonë komplet masket ta soj shajtme, një kompliment ti për i madher. Pit njëtit njëri. Mirë shumë, tash, je kuriozë me ditë qa ku më nda për i komente, vonë. Shumë. Po i nisim komentet një ka një edhe i lezojmë edhe i shumë edhe i këtejmë përgjigja dhe flasim ma gjërësisht thujse për se cilin për tyne. Hajde shkojme në komentin e parë, user të gjithë për lidhje. Pse keni thirë për intervjist pak banor të Bigut, a nuk po ju vina, jo s'kena thirë pak, s'kena thirë heq, jo që s'pona vin, për kondraze, po dojnë tepër me ardhë, po na e kena vendosë mi këthy viteve 2000-2002 ikonat e muzikës shqiptare dhe po besoj që e kena arrit që ato që e kena dasht. Për ndryshe, jo se kena thirë kërkën të Bigut për musafir. Vesh nuk është arsye pse s'pjo vinë. Ha? Jo, as pak. Na se kena thirë halo kërkan. Deri tash. A vazhdojmë? O i Gres, apo puthni me vullnetin mas gjirimeve si Big, a e keni lanë kur ju duhet për naj klikim? Vallaj, po puthmi po shkoq. O, zoti madh. Vallaj, puthmi e për qafmi e tëna t'i bojnë edhe në gjirim edhe mas gjirimit, na nuk e kena gajle heq, që e kam një mik si vullneti edhe qash di mi u thonë, po, për qafmi e puthmi edhe në video i qes bile, tu për qafme tu puth, se e kam dost matë mirë njët kështu. Remzia e ka thirë Mirien, po ti nuk i kishe thirë do të Big Brotherit në ditlindje Niva. Ka dalë mërse halo, nuk më ka orë ditlindje halo që kom që krejt dhe tesa. Po i kom thirë disa, po unë e menoj që 90% e kom thirë të Bigot. Se me kreti kom pas raportet mirë, që ata që si kom thirë e kanë meritu më s'mi thirë. Kush që në ata 10% Gres që si ke thirë? Se kena me marrë vesh, nëse qenë ditlindje, dim që si ke thirë. Paj, dijet bre mo, mës të flasi me emra, se mon tani anisi njerëzit, që anena, krena, po dihet mo, që ata që nështë ta se kanë meritu mi thirë, si kom thirë. Dë gjëronin, a kime pas këtë konga, s'kime pas. Valoj kisha dosht marrë me maknuna i kongë surprizur. Neva po na thirë. Po, juve gjithë qysh. Me në nëzhe që shorë, ju du atë, te Gjylla. A vazhdojmë. Se di bre sa herë të kompon Big, lukthi mu ka turbullu, hiq së në dëbaj. A një pije një manera. Sa herë të më shqip shmu pije një hapë për lukthë dhe të kalon. Kështu live nuk ma thojnë, a më në për komente i kom po. Po dyqysh unë s'kam bërshka mi u bo dhe nëse së në më durojnë. Dyqysh janë krejt opcionet, blog, delete, krejt opcionet janë.
Ti si cëllën provoja dhe mos daljune. Njoni ma kish bo një dit, po ta bëj blok që mos me mdall ti kërka mo. Mas 2 dite kish komentu, oj, Luqka je. Qka u bo Gresa me një frajer që e që një Insta story mas BBVK-s, u ndove edhe prej tia, po mëre jëm do motion e si jëm dojë, jëm do pitina. Po mëre jëm do, e dini arsyën se jëm do që për thëmë ekskluzivisht për juve. Jëm do për shkak se kur dolla kish pas komentu në përket portalet e TikTok-a me shka ka. Ma ke marrë ftyrën e. Tasha po ata ku marrë ftyrën e, kur ma sytë s'mi ka po. Qe. Vazhdojmë. E kam një propozim për ty edhe Vullnetin, bëne një emision për Drillonin, se më të s'ja këni përmen emrin King Drilla. Nuk ka na i farë në gjarje që me bo emision për ta, nëse ka pse jo e bojmë na jemi të hapun për të gjithë. Faleminderit! E kam një përshtypje që Bleron hic më e boj që ta s'njoni në emision. A jam gabim? Jo bre, kina bojt valoj. Nuk është që ka na i sen, kështu adin po ka qenë pak i ngurt, nuk e dia u tutke, a se di qka e kish problemin, po kam pak si i ngurcum tani nashta u do kësha aty që së ne kina bojt. Po jo për ndryshe, topuk. Nëse flasim për musafirët e emisionit Gres, u bo disa javë që jeni në transmetim edhe keni pas profilet ndryshme, sidomos e përmenet edhe këngëtarët viteve 2000. Me kënd ka shku vibe energjia mas miri prej këtë personazhit që keni pas deri tash? Sinam Vlasalion, edhe Adelina Ismailin. Me krejt, me thonë drejten, ama me Sinonin o konë vibe tepër i mirë. Edhe në fillim unë e kom menu që është një farë bajati, po të kallëzoj drejt, edhe në emisioni kom thonë që menova që je një farë bajati, po në momentin që ka ardhë, edhe ja kemi nis me gjiru, o konë personi ma funny kështu, edhe tepër kina kalju mirë, shumë. Kështu që Sinan, I love you, hajde me më kënu në ditë lindje. Ty ta ka një noti se je drejt, që ato edhe në Big Brother ta bënën me hile vetë suksese për para Gresa. Faleminderit. Për që ma kanë bo me hile nuk e diu në këto, po ma kanë thonë 90% e njerëzve, hala në për rrugë vazhdojnë me ma thonë që ta kanë bo me hile, s'ka rëndësi, unë jam e knoqën me krejt asoj që ka ndodhë mas Big Brotherit, me krejt asoj që mu ka ofru mas Big Brotherit, kështu që unë me cilësu Bigun si një shtys shumë e madhe për karrierën tem, kështu që faleminderit shumë, po edhe nëse ma kanë bot pa drejt, në qaftë ty. Sot nësi që këthin koha, kështë buat videon që e ke bo mas i eliminu në gjuzën finalit të nesërmen? Po. S'kina i pishman ja, për e video? asli pishman se kam heq. Apet e kisha bo pa pik problemi. Unë gjithmoni bëj sana që ashtu që shini. Edhe në momentin që e një unë e ma, kur ta qes, mos si bi pishman heq, as si kom ras një janë pishman. Mi pasroj kisha fshi. Po halo është ajo video. E moj Gres, kur e bullizoj shqetësarëm për prezentim në Big natën e viti 3, që ku është ajo tash, e ku jeni jo, apo vjeni nati. Dërke ka nati. Mas por unë nuk jam fëmi me marrë nati. E para, e dyta se kom bullizu kur kërkan mrena atë Big Brother. Edhe e treta nuk kam qka me marrë nati, se emision kam une, emision ka ajo, vish une e kam matë mirë. Ndashta bullizim jo, po nuk është, u pa të mbu virale Gresa ato momentet ku te Drenusha, Gjeneta, si me thonë, nuk ju do ke zoja për prezentim natën e vitit 3. A më rënë që nuk është prezentu se zonja dhe a ishtë përmirësu kur e pavën Supernova, jo? Veç keqe, më keq, ti po ma këtë. Problem që kam ju besu ma dikush ty e Vullnetit, marre që ajnë në gjendje me bo për vëmendje ju ka ra fama. Por shka mëne, e pse? Por shka njerëzit për përdorin fmit e tyne për me bo pak fame na kur gjë një tjetrin e kina përdor. Lere mërë mës bënja i gore. Dhe problem që kam ju besu ma dikush, po mos na beson që me bo. I besojnë ana njëri tjetrit. Po nalim Gresa të kjo pjesa e prenkut. Hajde. A keni pas që si dyshimet që mos po del keq, ose mas pari pse e bënët edhe a keni pas të dyshimet kur vendoset me bo këtë lojen me publikun, me mediat, me krej ka pak? Po, dyshimet i ka pas mas shumë. Përshire ka pak që ma keni lu pak mu. Dyshimet mas shumë i ka pas Vullneti,
për këtë sen, unë s'kom pas dyshime heq, unë kom dasht, jam kona e para që kom dasht me bo. Vullneti ka pas pak dyshimet, po i theshe hajtë se ku gjas nga gjanë. Arsyeja pse e kena bo, është jo për media, po unë kom dasht me po, se çka janë gjendje me bo njerëzit, kur të prishësh ti me dikën, ose kur dështon ti. Do më thonë janë gjendje me të shkru, edhe ata njerëz që kur ty s'kanë shkru, as urime për emisionin, as i miri, keq emisionin, ose çka do, apo din, edhe thjesht e kena bo për që të sen. E përmendit kanë shkru njerëz, nashta që s'kanë shkru për fillimisht. A pat asi që të theshin hajtë se kena ditë ata shojshin vullnetin dhe kundërt, a i kishin shkru vullnetin për ty? Vullnetin ma kanë shoh shumë. Do më thonë, në sy tem, vullnetit shumë pak i kanë shkru për mu ma kanë shoh shumë në sy tem vullnetin. Ma bëshin e kina di që ka më ta ngull, e kina di që sështë për ty, sështë shok i mirë, e mua 100.000 sene për to të këqia. Mu vike keq se one e disha që është rren, edhe nuk më isha mi po ata njerës që ma shojnë shokun tem që tashmë është, a vedin shumë një njeri afër të jemi. Edhe ma ndej në emision kur dola e tregova që qështu kanë folë dhe ju thash që kjo s'është qëndron heq as pak, se unë në shumë raste e kom testu jo, po e kena testu njëri tjetrin, edhe kena orë në përfundim që jena shokë shumë të mirë, edhe se lëshon njëri tjetri dorën për kërgjeq. Valla bret lodh tjeni, shife që ka bojmë për vëmendje, apo s'pjodhez kur gjo, Badihova, Gresa Goshi, ma Milja një kësane. Që të komente kam edhe te une në Instagram, e kom po, të lodh të i zamër, po për diri sa kjo shkrun, nuk i bjanë qena të lodh. A pëden? Sa i më konë, smirët me një veç nëse i na të lodh. Qyshe pat emri një film horror që duket krejt si kjo një monster e vogël është. A, për mua? A, Qaki! Kesh një më thonit. Nëse po më shesi monster, atëherë unë jam një Qaki për ty. Të dua. Kush është më që kjo të folje pa njëmshme? Për mu e ka posa? Kejt jenë komente për ty. Unë jam Gresa Goshi, e lindur në vitin 1994. Jam aktore, gazetare, ish banore Big Brother VIP Kosova, tashem edhe moderatore e emisionit Sjeti që vendos, kur dush mu nga me dojnë me pina i kafe. Qysh është kjo pjesë, Grese? Mu për shambull, plot tyra publike më thonë që në Kosovë së do mosh, është shumë e shprejun që njerës edhe të njohin, edhe din kush je, edhe bon kështë së njohin. A ki që si rastet edhe a ndjen që... Që pak para se më arë këtu shkova më ndreq për prive, edhe hyna tash të grimeria, edhe masi ndreqa grimin, isha të prit për me regullon flukte dhe edhe i zanin cigare. Edhe kanë 2 vajza. Ajo tha, je Gresa, njona për tyne. Thash, po, ti për po më vjen mirë, tha që po të shoh live. Kjo tjetra, tha, kush është se s'pe një. Tha, Gresa që jo kom Big Brother. A, tha, jo, se kom këqyrë kur. Edhe për ma bën mu, tha, e ka i tjeda që ferizoj. Tha, unë jam me Drenicës, bile shoqe me vullnetin. Edhe ju këtheva, thash, pse e ke këqyrë Big Brotherin. What the fuck? Oke, të më thonë fake që ke... A vëshe? Që ke logik. A veden, po. Tjetër gajle mos poq me i Gres, hajtë se të kina po në Big, mos të bën shtik këshe personi mirë je i Kumanovës kë ka konë kë. Që e pse, a jom kallëzu personi keqër në Big Brother, a? Kur ta menoj kështu, normal aty loja të shtinë nashta mu bo dhe pak njeri keq, po Big Brotheri nuk ti qëtë kretë në pas sanat e mira që ti ki si person. Une, jashta Big Brotherit, jam një person tepër i dashëm. Aty mrena nuk këm pas kujna mi dhon dashni, edhe nuk këm pas afërsi. Se normali na konë loja dhe se cili ka dasht mu konë primari aty, edhe normal këm dasht edhe une mu konë, edhe une për ndryshe jam person shumë ma i dashën, nuk bërtas shumë, nuk ofendoj, po atje tik ka njëherë se që ashtu është vetë loja, izolimi, që ato e bënd vetën, për ndryshe jo, jam person i mirë, valoj po. Zdër me artikulu 2 fjallë pa edhe. Una, zemra e me s'pas ke lidhje me artikulimin. Nejse, a përdorit te për shumë që të fjallë edhe a thua. Së është që më karon shumë veshmë? Asë mu s'më pas karon vesh. Du të me jemi këqyre emisionën. Edhe... Edhe 2 atë e me. Edhe... Precis për di me fojnë.
Inshallah martohesh dikun, e rahatohesh pak. O pasha zotin, tepër rahat jam. Tepër. Amo, nësë tu ka bo pika ma gjena i kanë bëllë. Grace, a njën shpesh, që do më thënë najna me një shoqni që kërë e kena personin për shoqnis, kërë për këshikës, kërë për nonës, kërë Ka për për familjes, po. Se kur të del treshi për para, si do mos shtohet, dikush e njën, dikush se njën vetë presionin që ja u bëjnë tjerë, shëkiti këtë... Unë për veti nuk e një presionin heq, as pak, normalisht që më thojnë, abeden nuk është që së më thojnë, e ta kështë gjithë bile dhe dikan, se mirë, ketë me karriere, me krejt mirë, po bile ta kështë gjithë dikan, se ideja e tyne është që ti rahatohesh veç nëse martohesh. E për kondrazi, parahatia ma e madhe fillon kur të martohesh. Edhe këta peshojmë në plot qifte edhe në Po, edhe peshojmë plot qifte që po ndohën po shkatrone, po rikthehen apet po ndohën kështu që po besoj që dhone rahatohen. Kur? Si vjeta vitin arshëm? Valoj, për si vjetë së është rani, a për vitin arshëm, ju mbaj në kontinuitet. Te moj goce, s'mund t'a bësh vetë, apo ka dojnë moda e adoptimin. Për shka? Në Big je shprej që do me adoptu një fëmi, jo me bo vetë. Jo, nuk kom thonë kështu. Unë kam qef mi pas fëmi, po kam qef edhe mi adaptu. Se më dhimën diqysh edhe kam qef mi marë, mi adaptu edhe mi rritë une. Por që ato e kom pas tjallën, se jo që unë s'mëj me bo vetë, se dhja më në s'mëj vetë. Garant po. Kështu që te për shumë i du fëmit edhe kam qef me pas shumë fëmi. Për qefin të në ngres një familje, sa në tashe? Për qefin tem, 7-8. Kam qef shumë me pas halakam, shpe, bërtima, ama, bama, kështu, nena. Te për kam qef me pas halakam. Unë qëtësin se du. Qëta shkesh në Zvicër, qëtësia ke kam mytë. S'pas ka ma. U kry, komentet që normal të pritshme, se cila ma interesant se tjetra, qëto komente i hasim gati se për dit, bile dhe matrona, to s'ko kanë kur gjotë që ka jam sune me po, kështu që jom shumë okej. Faleminderit të dua.